emri i tij u bë kryefjala e mediave rus, por flasim për Josefin Markun, i cili së fundmi ka qenë i ftuar në një emision ku ka folur për lidhjen e tij gjatë kohës se ishte brenda shtëpisë së famshme me Loredana Bratin. Por pas përfundimit të spektaklit, marrëdhënia e tyre ka qenë në vëmendje të publikut, por asnjëri prej tyre nuk kishte dhënë një deklaratë të qartë nëse janë ende bashkë apo jo. I pyetur për këtë çështje gjatë emisionit, Jozi zgjodhi të jetë tepër i rezervuar, duke shmangur një përgjigje të prerë. Megjithatë, këngëtari la të kuptojë se raporti mes tij dhe Loredanës me sa duket po vazhdon. Nuk mund të themi se jemi bashkë apo jo. Kemi momentet tona të bukura. Do e lëm kohës, u përgjigji Marku me tepër diplomaci. Por si të qoftë, na mbetet vetëm të shohim dhe të presim në ditën e vazhdim si do të jetë ky raport mes tyre. Nga ana tjetër, edhe Loredana pati deklaruar se ajo ka ndjenja për Jozin dhe nuk mund të fikë dot me buton. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.